krejt procesi integrimit dhe i shtrirjes edhe vendosjes rande dhe ligjet është shkon shkallë. Nuk ka qenë e pamundsshme me vendos agenda integrimit para se ajo pjesë ma në fund trajtohet njëjtë sikur se pjesë tjera të Kosovës, sepse ne dim që atje ka qenë një zonë gri ku bandat e kontrolluara prej Beogradit e kanë pas pushtetin dhe ka qenë e pamundshme që të ndërmarrësh ndonjë aktivitet. Ne dim zgjedhjet s'kan qenë si zgjedhjet atje, kanë qenë struktura të caktuara parapolitike të cilat kanë dominuar atë pjesë dhe kanë qenë të involvuar në secilin zhvillim atje edhe në incident komunikacion kur ka ndodhur banë di më mirë sporje në ardhë ata strukturat e Beogradit janë marrë me ato pastaj i kanë ftuar këta policë të Kosovës të cilët i kanë pas sistemat e Kosovës por në fakt jo në shërbim Beogradit po tani mendoj që pas kalimit e kësaj fazës dhe se më të kështu të nxehtë kur është dashur mu njek ato banda tash është koha që vërtet qeveria e Kosovës bëj më shumë dhe duhet të ndërmerr gjithçka që ata qytetarë atje të integrohen në jetën shoqërore, politike, sociale të Kosovës.